Ish diplomatja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka dhënë dorëheqjen nga posti i rektores së Kolegjit të Europës. Këtë e ka komunikuar vetë Mogherini në një email të dërguar stafit dhe studentëve të shkollës prestigjioze të Bryzhit, në përputhje me rregullin dhe korrektësinë maksimale me të cilat kam ushtruar gjithmonë detyrat e mia, sot kam vendosur të jap dorëheqjen nga posti i rektorit të Kolegjit të Europës dhe drejtoreshës së Akademisë Diplomatike të Bashkimit Evropian, ka shkruar Mogherini. Kjo e fundit e cila u ndalua të martën së bashku me dy të tjerë si pjesë e një hetimi për mashtrim që përfshinte shërbimin evropian të veprimit jashtëm dhe Kolegjin e Europës, u lirua në orët e para të së mërkurës. Ata u morën në pyetje dhe informuan zyrtarisht me akuzat e mashtrimit dhe korrupsionit në prokurim, konflikt interesi, shkelje të sekretit profesional dhe konkurrencë të pandershme. Gjykatësit vendosën nxjerrjen e tyre nga qelia dhe hetimin në gjendje të lirë, pasi u morën në pyetje për 10 orë nga Policia Federale Gjyqësore Belge. Të tre personat u informuan zyrtarisht për akuzat kundër tyre. Akuzat kanë të bëjnë me mashtrim dhe korrupsion, prokurim, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Ata janë lënë të lirë pasi nuk konsiderohen rrezik për arratësie, informuan ndër të tjera gjyqtarët e çështjes. Ndërkohë, një ditë më parë, u zbuluan të tjera detaje mbi këtë aferë korrupsioni, ku u bë me dije se Federica Mogherini ishte goditur nga brenda strukturës që drejtonte.